Ishte 12 vjeçë zonë, edhe familja saj më pa është 14-15. Kur unë kam parë pasaportën e vajzës, unë jam shukuar. Më tratobi, pa i qonë në vënd të qonë të mesazh ati, më qonë mua mesazh. Sa lia pash ke motra vetë, ta, kismet kur mund të takohemi, u dukte shumë i këto, sa unë gjeta ngrotësi ke dikush tjetër, ta. Më informacione, më gjëra, e mora vesh pastaj që kush ishte personi, edhe më tratoj me këtë shokun që unë po të toj aty, tu në Francë. Përshëndetje miq dhe mirë se erdhët në këtë video. Jeni live me Odetën. Ditën e sotme me live-in tim ne do shkojmë në Francë, do lidhemi me një shqiptar i cili prej shumë vitesh është larguar nga Shqipëria dhe ka kërkuar azil në shtetin francez. Bëhet fjalë për Saleo Myrtelin, i cili sot do denoncoj ish partneren e tij. Dy të rinj shqiptar të dashuruar që largohen me plot ëndra drejt Francës, bëhen prindër, por që fatkeqësisht janë ndarë për shkak të tradhtisë dhe vajza 9 vjeçare e këtij çifti nuk jeton as me nënën as me babain, sepse shërbimi social shtetëror ka vendosur t'ia marrë dhe ta vendosi në një jetimore. Por çfarë ka ndodhur në jetën e Saleo Myrtelit dhe pse ai sot pas disa kohë kërkon të denoncojë ish partneren, do hap dritaren dhe ta dëgjojmë së bashku. Saleo, përshëndetje nga Tirana. Përshëndetje nga Franca, zonë. Si jeni? Mirë, faleminderit ju. Mirë dhe ne le të themi. Më ke dërguar mesazh dhe ke një problem për sa i përket ish partneres tënde, me sa kuptova nga mesazhi. Unë po bëj nga viti 2016. Po. Që kam ardhur në Francë, jam larguar nga Shqipëria për shkak të problemeve të mia. Po diq babi, bërëm ato adetet tona si i kemi në shqiptarët, gjerë 6 muaj, i ka u largova, pas të mora familje tim, nënën tim, se jam një djali vetëm, kam dhe 3 motra. Me jetë. Edhe u largua me erdha në Francë, u registrova në azil, procedurat e azil, për problemet që kisha, plus në Francë kisha një motor më përpara se unë, më orientoj, më bëri, kupton, më ndihmoj në disa gjëra, sepse kështu kemi një problemin tonë në Shqipëri. Nga jo problemi jemi shtu ku ikme. Edhe unë isha i martuar me një vajzë, i martuar, të quhet bashkëtes, sepse nuk ishim qiliprim. E qartë, bashkëtes. Quhet bashkëtes, ishim shumë mirë, në marrëdhëniet tona shumë mirë, jam shumë i sjetshëm, nuk e di, nuk mbaj mend të bëj gabime, sepse nuk përdor alkool, nuk përdor budalliqet, themi, se më janë bërë teste, më janë bërë shumë gjëra në xhamandëri, dhe jemi në një shtet që ti e di shumë mirë, Franca është. Në çfarë qyteti jeton në Francë? Në çfarë qyteti jeton Saleo? Aktualisht në Francë jam në Grenoble, aktualisht. Për momentin po jetoj në Grenoble. E qartë. Po këto probleme më kanë ndodhur në Lyon më përpara, sepse jetoja me këtë vajzë në Lyon. Si e kemi në shqiptarët, si tash të ishte ajo afër me nënën e vet, sepse jam njëri. Edhe ndjej, nuk jam robot edhe i pa shpirt. Do të marrë edhe nënën, tha ajo në Francën, ja mora edhe nënën, erdhi bashkë me nënën e vet pastaj në Francë, i ndihmova, u futëm në azil, shumë bukur. Po këtu në Francë u njohita me dikë, me një çun. Edhe unë atë çunën e bëra shumë shok. Më vinte keq sepse ai ishte pa dokumenta, e ndihmoja në disa raste. Ndërkohë dhe ai më ndihmonte mos ta moj më përkthimin, sepse unë e njohita këtu atë, por e ndihmoja në disa raste kur e shifja keq në gjendje ekonomike, ose kur haja unë, se e kemi në shqiptar, se këtu në Francë është ndryshe, por kur haja unë diçka, edhe shoku im më shohi, jo, unë kur iki në pizzeri, të blej unë, të qartë dhe shokun tim, kur ka mundësin. Edhe kështu unë vazhdova kontaktin me atë dietar. I dashur Saleo, përpara se të ndalemi tek shoku dhe të më tregosh edhe problemin, ti u njohe me partneren tënde në Francë, ajo jetonte në Francë në ato kohë apo ishte në Shqipëri? Jo. Ishim në Shqipëri, jemi njohur në Shqipëri, jemi njohur më saktë jemi njohur nga prindrit tanë, babi imra me pas me nënën e saj, babi saj, na prezantuan, edhe fakti është dhe kjo që si e kemi në shqiptar. Babi im ishte për natë botë, edhe qofti xhenetit atje ku është, qofti në parajs, edhe kishte dëshirë të vetmin djalë që kishte ta shifte të martuar, të gëzon, si çdo prind. Me këtë logjik mendova unë, e bëri babim. Edhe ta kam qef të shoh kurse unë
pak a shumë jam rritur. Le të themi, kam emigruar në Greqi, kam qenë pak a shumë në Itali, në Gjermani, kam parë jetën si funksionon këtej dhe promotion isha shumë i vogël. Tash 18 vjeç, apo 17 vjeç, hajde martohu. Unë kur nisam atë vajzë, unë isha rreth 17-18 vjeç. Ajo ishte, pa ma treguar njerëzit e saj, ishte 12 vjeç e zonë. Edhe familja saj më tha është 14-15. Të lutem. Edhe kur unë kam parë pasaportën e vajzës, unë jam shukuar, jam abitur. O zonë, o i thash se quhet zonja. Sa vjeç je ti, thashëm? 2002. Po njerëzit tanë, familja jote është diskutuar si kur të di, më të madhe. Se çfarë është kjo tani, 17 vjeç, edhe 12 vjeç hajde marrë këto fëmijë tani. Shtmerr. Kupton? Prandaj po të them, edhe këto janë fakte. Por çfarë ndodhi? Pra, në momentin që ti nise bashkëtesën me të, ajo ishte 12 vjeç fëmijë mo burr, ç'a mund të presin e 12 vjeçare? Domethënë kur ti zbulove moshën, e vazhdove bashkëtesën apo e ndërpreve për të thënë të kaloni disa vite? Unë e mësova mbas 2-3 vjetësh moshën reale të saj, kur bëj një pasaport, edhe atë pasaport e bëri po mamja saj, unë s'isha në djeni, e kishte bërë po mamja saj, pasaportën, edhe u e shoh unë pasaportën e saj, unë luaj të thash, qa është kjo, thash, edhe tash i ta kuptosh, kur e merr vesh, mbas 3 vjetëve ne kishim krijuar pak a shumë atë do. Ai ishte 15 vjeç, kur ti zbulove moshën reale, ai ishte 15 vjeç. Saleo, do të bëj një pyetje, por ndoshta mund të vihesh dhe në siklet. 12 vjeç ti nise bashkëtesën me një familje, të themi është të vësh duart në kokë sinqerisht. Ti ndave shtratin me të, marrëdhënie seksuale i nise që 12 vjeç me atë? 13 e themi ishte. 12-13, po, prap quhet fëmijë, 12-13, po. Edhe familja saj më ka thënë është 14-15, ku jemi njohur për parë. Edhe nuk ma thanë mua, po ja thanë babait tim me të pas. Edhe kjo është fakt, sepse unë nuk kisha kur babaja saj familjar kishin diskutuar, unë nuk kisha prezent, edhe normal nuk bëshin këto gjëra para nesh. Të mërshme. Saleo, imagjino, nëse kjo gjë do bëhesh publike, do kishte në një denoncim, e kupton që ti do ishe pas hekurave, quhet abuzimi një të mitur, është 12 vjeç. E kuptoj që ka qenë dakordësia e prindërve, por është një marrëzi. Prindër të çmendur që martojnë fëmijën 12 vjeç, e kupton, e çojnë te burri, japin burri 12 vjeçare që ajo unë besoj akoma luante me lodra. A jam fajtorun tani. Po prit tash, me këtë moshë çka ka bërë ajo vajzë. Ju e morët në Francë. Po, eva në Francë, unë, mami im, mamja saj, edhe ajo. Për një jetesë për më të mirë, ishte 15-16 vjeça. Për një jetesë për më të mirë, ishte dhe shtatësane, plus dhe probleme kishim, kam problemet e mia personale. Erdhëm në Francë. Me mendimin që jam familjar tani, ndodhi qa ndodhi, edhi. Kjo vajzë po sjell një fëmijë me mua, kupton? Edhe kjo gjë më ka ngolit, më ka prekur i çik në tru, sepse jam 30 vjeç, edhe kuptoj që nuk e di zonja Dete, po flas kaq hapur, e kuptoj që nga gjërat që më kanë ndodhur gjatë jetës, kam rënë, nuk jam djalë që për 30 vjeç. Kam rënë shumë edhe nga trut, falenderoj Zotin e them faleminderit Zot që po më forcë po jetoj. Saleo, unë tani do të dëgjoj problemet e tua, ti tani do mi rrëfesh të gjitha, por e rëndësishme është në jetë që çfarëdo gjë që të na dali, ne do përballemi dhe s'duhet dorëzohemi, mendja është kryesorja, nëse na lë kjo është shkret. Po përballem me faleminderit Zotit, faleminderit Zotit. Edhe një ditë do zbarret e vërteta. Çfarë ka ndodhur? Por çfarë ndodhi? Ma trego. Ju bashkuat në Francë, ajo vajti 15-16 vjeç, nisët një jetë të re, të krijonit familjen, të ishit të lumtur, çfarë ndodhi në Lyon të Francës? Po, ajo pastaj unë pa e ditur, sepse ishim në procedurë azili, mua më thëret
Ofra I thuhet unë në Francë ajo me fjalë si bie. Një intervistë që do t'jap punë tek këto për çka ka ardhur në Francë, Zyra e emigracionit. Çka fakte shtatorëzonti. Po unë isha atje. Ku ndërkohë kjo më merr në telefon që Leo mos hajde më në shtëpi, te ande, duke më kërcënuar në disa tone, disa gjëra, ishte vajtur ka asistenca poshtë, kemi asistencë sociale, ishte vajtur ka asistenca poshtë, që ai më dhunon, ai bën këtë, ai bën atë, erdhi xhamanderia, erdhën 7 pugona xhamanderia rrethuan shtëpinë, më morën, edhe ky është teta, nëse gënjej unë, është tet ky. Edhe më morën, ajo goca tjetë tha ky më ka bërë këtë, më akuzoj për disa gjëra që unë nuk I kisha, që ato dosje ka xhamanderia, po doni unë e marr, ja jap me fakte, ekziston aty. Ju ishit në një marrëdhënie shumë të mirë. Si ndodhi një ditë papritur, ajo zgjohet nga gjumi dhe merr shërbimi social dhe denoncon ty për dhunë. Kishte ndodhur ndonjë diçka? Më trahtobi dhe pranoi ke xhamanderia. Ky tha nuk u si të afër, të rinë të afër ndaj meje, tha. U dukte shumë I ftohtë, tha unë gjeta ngrohtësi ke dikush tjetër, tha, edhe kaq tash historia ime me këtë ngjarje. Sa nuk e ndjej për dikë tjetër, tha. Edhe më trahtoi me këtë shokun që unë po të ftoj aty, këtu në Francë. Edhe u mor vesh, më mbajtën në izolim, 8 orë, më bërën analizat, më morën diçka ke goja, nuk e dishte një si tip plastike, më futën në gojë, më thanë përdor kokain, jo I thashëm, përdor këtë jo, I thash përdor këtë jo, më bërën analizat, unë I thash që pi, po I thash e pranoj, që pi vetëm një cigare, shit I thash edhe nuk jam përdorus I rregull, po kur jam grupën e shok, mund pi 2-3 pompa shit I thash, këtë e pranoj. Okej, tha këtë dhe vërtetojmë, tha ne. Më bërën analizat, çdo gjë, okej monsieur. Okej, zotri më thanë, na fal, je I lirë, më lanë. I dashur Saleo, përpara se ajo të të denonconte për dhunë, ti e kishe zbuluar tradhtin, kishte nisur në një konflikt në familjen tuaj? Jo fare dhe nuk e dija fare, unë habita, edhe prandaj, them faleminderit Zotit, sepse unë në polici e pa dhe vetë këta që u smura më kapi një smundje që ndrova rreth se disa që ndrova buka kështu I smush, se është dhe motra im që po më dëgjon. 7-8 muaj, diçka e tillë në sa mund të ishte, në 7-8 muaj mendoj. Zjati, se motra im thotë, na që po bëni çiko zjati tha goxha. Po 6-7 muaj zjati sepse kalova kështu kur mora vesh të shok, vetëm çaj dhe vetëm udhridhja, kupton, nuk flisja. Kaloi 6-7 muaj kjo gjë, pastaj njerëz ka jetën e vetë, okej, normal, mund të ndodhis, më ka ndodhur vetëm mua, le të vazhdoj jetën e vetë, kam thonë, unë po vazhdoj takimet me gocën si e ka vendosur. Se ju duhet theksuar, I dashur Saleo, ju ishit bërë prindër, keni dhe një vajzë. Po. Sa vjeç është vajza? Vajza është mbush 9 vjeçë me 25 gusht, sepse ka lindur në 2016, 25 gusht. Me jetë ta kesh vajzën. Por dua të bëj disa pyetje. Ju tradhtin e bashkëshortes e mësua tek shërbimi social apo ishte ajo që mori guximin dhe ju tha që s'u dua më dhe dashuroj një tjetër person? E mora vesh aty ke rajoni policisë, që ajo e tha, unë kam gjetur ngrohtësi ke tjetër kush, edhe normal, kur dola nga I rajoni policisë, me informacione më gjëra, e mora vesh pastaj që kush ishte personi, edhe plus me mesazhe që më tha. Unë isha ke motra im, edhe ajo për I qonë në vënd të qonë të mesazh ati, më qonë mua mesazh, sa li e pash ke motra vetë, ta, kismet kur mund të takohemi, do flasim. Edhe I themon, ku t'ja qove këtë mesazhin e fashëm. O pa dash, e tha dhe qoja Uedës. Ueda është goca dash tim. Ueda është goca dash tim, marë Uedën. Ueda dhe takosh me në disa që këshu
Jo, sa okay, dhe alash zotit unë për një si pra te histori pastaj zbari Pra- shteti, se për nënën asaj s'mi intereson, se dhe tha ishte i dashur i mamit, po s'mi intereson për nënën asaj, unë mi intereson për jetën tim, për fëmin tim, për të vërtetat qa është bërë. I dashur Saleo që nga e rënd, mesazhin që do ja dërgonte të dashurit, a e ta dërgoi pa dashje ty, ja dërgoi burrit. Po, edhe plus ti zonja Odeta, më fal, me logjikën tënde. Në qoftë se unë jam në Francë, edhe ti, unë shkoj në Francë dhe në ancoj për ty, kam fakte, kam prova, ti mund të korruptosh do shtetin francez? Jo, në mënyrë absolute, përderisa ti e lën i lirë, do të thotë që të gjitha akuzat e saj kanë në poshtë. Në Francë, ka marrë dhe dokumentat në Francë, edhe po jetoj në Francë, edhe problemi e di pse edhe te këty? Dhe pse, unë e ova mbrapsht këtë gjë, që ajo po më bëri që ti thua është të rëndë, unë dhe zjasta, shqip pse, unë e lash të qetë po më trahtoj. Ajo tani trëmbet që duke të shpa dokument ajo akoma, nga budalliqe që ka bërë ku në Francë, shteti ishtë shef, të për qa shteti. Të monitoron, e qartë, zë mos azilantët. Po? Goca ke shtëpia e fëmis, familje të kej, i thuhet tu me të mba një familje franceze. Pse, vajza juaj ka përfunduar në një familje franceze, një jetimore? Po, sepse për shkak të asajt, në sjelljen e asajt e kishte sjellje të keqe mamit. Unë atko isha rria rrugëve, edhe më dha asistenca, më dha mbaj gocën. Po, kur je i tretë, unë nuk mund të mbaj gocën e makinës, unë flia në makinë, e kam shpirt. Durova për këtë ditë sot, e zoti e shef, ma plotësoj dëshirë, më dha dokumentat, më dha shpinë, tash po mundon të marr gocën. Sepse asistenca ku bëri kjo vajza ato gjëra, asistenca tha, mere gocën, tha, të takon edhe ty edhe nënës. Tha, okej. Po unë, ka që mundim se goca që fleja në makinë nuk isha kushte, është fakt, e ti këto vajta, se ajo ishte akoma më ndërtes. Vajta, thash sepse jo që si përgjigjem do të më të ngrënë më të pirë. Ti përgjigjem më të ngrënë më të pirë me çdo gjë, po nuk kam kushte, thash për momentin. Edhe fëmia nuk mund të flenë makinë, thash ku flejon sot. E qartë. I dashur Saleo, më lejo të pyes. Në momentin që ti dole nga komisariati i policisë, a e të kishte denoncuar për dhunë, çfarë ndodhi? Ju u ndaçën në ato moment me njëri tjetrin? U ndapëm, ajo vajti në një vend, edhe prapë kjo ndodhi diçka që më ndodhi. Atë vajtën e qua në një zonë, që ishte një që ty pylli dhe vetëm e ndërtesë, nuk të ishte për gratë të lëmuara. Po. Edhe më duket vajtën e fshevën, jam unë për bada aty momentin gjasme, edhe për të parë veprimet e saj. Me sa kuptoj unë, e më qepon s'di asë si gjë, se ku ishte, si që shtek vetëm qaja, ajo asistenca që më kishte përsi për ta gocën dhe takosh mos ke frikta, vetëm që conë, gjithë vetën, këtë janë di. Kur pa më vjen telefonata, po nga kjo, ta leo tha ku jetë, edhe unë për qaja, ku jetë lutën, tash du të klasë me gocën, okej, pa edhe takoj gocën, filan, vëndra, po të lutën më si dhe 100 euro, se goca është pa bukta dhe si dhe ato rimela që kam nën për shpia, pa. Okej, thashon, unë e marë, ja qoj, mësova dhe vëndin ku jetonte. Edhe ta shim, kur pyt në qef policia për dhunën që unë të kam bërë, si duhet të sigum të rimel, 100 euro edhe, si ma shpjegon të këtë? Por në momentin që e takove, ish partneren tënde, nuk... Po, e takova. Nuk i the pse ma bëre këtë gjë? Jo, nuk e zjata më këtë gjë dhe nuk duhe, sepse këtu në Francë do të kështu në qoftë se ndodhi, më trahtovi, u sjarua në gjyq, ajo ka jetën e vetë le të vazhdoj ti, mësi mos e ngacmo më, edhe se ngacmova më. Por si e zbulove ti që ajo të trahtoj me shokun tënd të ngushtë, me shokun që ti e ke ndihmuar në Francë? Po sepse ajo e shpjegovi, edhe personi vetë pranovi, djali. Ata kishin... Edhe prapë nuk është me atë që më trahtoj mua, unë dalë me atë, unë dalë me dy të tjerë, se po jeri asistencat i kam parë të sjellje, edhe tash i ka përfunduar po me një shqiptar prapë që ka dokumenta france, edhe është po me atë për 3 vjetësh. Se kam duar, është po me të njëjtin person, kurse me atë që më trahtoi mua nuk është. E kuptoj. Unë dalë po me atë. Me shokun tënd, por ti i dashur Saleo me shokun tënd
U takove më pas kur e zbulove që ai Jo, nuk ka më kontakt, unë atë po e pranoj, jemi gjuajtur në Lyon, nuk është denoncuar kjo gjë në polici, nuk ka fakte policia, e pranoj, më ka gjuajtur, ai kam gjuajtur, unë kam qenë tek pulla, ai ka qenë veti 4, kam gjuajtur unë, kam gjuajtur ato, nuk e lash që të mirë në to kapka, që normale, më gjuajton i gjuajta, pastaj me misime gjëra, puto njerëz, të mbyllet ky muhabet, janë okay, unë mbylla dhe unë s'kam gjë, unë e kam lënë, nuk më interesojnë. e qartë, por si arriti? Dhe nuk më interesojnë ato gjëra. Si arriti kjo dhunë mes teje dhe shokut tënd, ai që të tradhoi, gruaja të tradhoi, ju lat një takim për t'u sqaruar, domethënë pse ti shkove të takohe, që përfunduat pastaj në përleshje fizike? Shkove enkas për këtë gjë? Jo, ma takim asnjë gjë, si që përballëm në një rrugë. Edhe kjo ishte një kurt që më ndodhi mua dhe ma bëri dikush këtë kurtin, po kjo është histori që i di shteti francez tu dhe janë fakte, janë gjëra të faktuara dhe s'më intereson. I ka jo. Po mua më intereson kjo pjesë që zonja Odeta, tash unë kam një fëmijë me atë. Edhe fëmia është me mbiemrin tim. Ajo, a mund ta regjistroj pa firmën tim në Shqipëri? Atëherë ndalemi pak, në momentin që vajza ka ardhur në jetë, që është 9 vjeç dhe ta kesh me jetë, ti e ke njohur atësinë, ja ke dhënë atësinë. Po, sepse kur lindi fëmia në spital, asaj dhe amenin për shkak të moshës, e tha kush është babai? Unë mi thash, më pan pasaportën, okej, rolla firmën, edhe goca që Ka marrë mbiemrin tuaj. Për shkak të moshës së nënës, le të themi kujdestarinë e vajzës ua ka dhënë ju. Spitali përderisa keni marrë i keni dhënë atësinë, ka marrë dhe mbiemrin tuaj. Ti je ndarë me vajzën kur ishte 5 vjeç, në momentin që je ndarë edhe me partneren tënde, nënën e vajzës. Por gjatë kësaj kohe që ti je ndarë, që nuk sa vite u bë që jeni ndarë bashk? me ish nusën tim, Po, ish partneren tënde, po. që është në 2017. Pra, keni goxha vite që jeni ndarë me njëri tjetrin. Në momentin që vajza jetonte me nënën, ta linte vajzën të takoje, ti shkoje e takoje vajzën? Jo, ajo, vetëm asistenca po. Po ajo, jo. Por pse ajo ta pengoi vajzën që ti ta takoje? Nuk e di. Nuk e di, dhe ajo ende vazhdon ta pengoj, sepse pyeta gocën këtë muaj që isha në takim, dhe lexova letra gjyqi ka vendosur të telefonoj goca të jatin kur të doj. Edhe ishte edhe ajo edukator speciale, se unë kur e takoj gocën kam një edukator speciale që më shef që si dhe me fëmin. Edhe i thash, si vukle, për kua që ma pe pa dhe papa, të lutem i thash, se më nuk më telefonon babi. Ta tha, papa, ma ku për të papa. Mami ime më tha që nuk ma ndjen për babin tënë. Edhe edukatori aty i gërësit, no stop, kita stop. Ti gënjen, tha. Madami, thash, për të shpjegohet goca, thash, se është një fëmijë, dhe letë të shpjegohet, ti thashëm. Apo gënjen ajo, thash, një fëmijë, se këtu në Francë nuk e di unë të gënjen një fëmijë. Pa jo edukatorja më duket po mban dhe anën e ishtë nusës tim, se janë gjërat e lidhura kështu. Pra, Po e vërteta zbadet, më intereson. e qartë, pra kur vajza ka jetuar me nënën e saj, ta ka penguar takimin. Si përfundoi vajza në shtëpinë jetimore? Shërbimi social monitoroi nënën, sjelljet e saj nuk ishin të hijshme dhe i hoqën të drejtën? Po. Edhe është era e dytë, jo era e parë, është era e dytë. Por pse? Çfarë ka bërë ajo nën që i është hequr e drejta për të rritur atë fëmijë? Sipas shërbimit social aty. Dgjoj, unë për këtë pjesë nuk më intereson se është jeta e ishtimes private dhe ja kanë marrë. Po nuk e di për çfarë. E din ata, e di shteti, e di ligji. Por Kaq, unë nuk e di pse. shërbimi social juve ju njoftoi, çfarë ju tha konkretisht? Sepse ti më the pak më parë që shërbimi social ju telefonoi që ta mbanit ju vajzën dhe ja hoqën kujdestarin nënës. Po. Pra në parë kemi ndarë, fillimisht, po ma la vajzën, po nuk isha shtëpi dhe ja lash, edhe vazhduan këto pastaj takimet kështu si po shpjegoj. Por kjo iku bashkua me dikë tjetër. Po, e qartë. Edhe ai bashkëtu si kësaj than, ishte i dhunshëm me ishtimen, edhe vajza pak ishte një sjellje shumë të keqe dhe ja morën. Kurse tash radhën e dytë, për çaja kanë marrë, unë nuk e di.
Por tani që ju jeni me shtëpi, jeni sistemuar, pse nuk e morët ju vajzën për herë të dytë kur Tani e kam këtë gjyqin me datë 13 në orën 10 e gjysmë. po, e qartë. Tani ky gjyq për çfarë po zhvillohet aty? Ti kërkon të marrësh kujdestarinë e vajzës dhe ta mbash ti të arrisësh ti. Edhe kjo mund të ndodhë që mund ta marr unë dhe ta mbaj unë dhe t'jap një dukat që vajza do, që e kam pyetur gjithmonë çfarë do të bësh, dua mësuese. Kurse çipi im si baba është të bëhet dhe violinista. Edhe dua që fëmijat me edukohet, edhe nuk dua që ta mbaj vetëm unë, edhe ndërkohë që ajo ka dhe një nënë. Po ta mbaj edhe unë, edhe nëna vet. Edhe nëna vet i japi një edukat fëmijës si duhet, edhe jo me këto gjëra. Sepse po e mori fëmia këtë rrugë si është tash, nuk bëhet më si. Por nëna e kërkon vajzën ta rikthej në shtëpi? Ta rrisi vetë? Edhe ajo e kërkon, po tash nuk e di çfarë do vendosë gjyqi. Edhe plus, ajo e ka regjistruar në Shqipëri, po unë palla një firmë. Kurse vajza këtu sa e rikë me pushime apo si qysh tek në Francë, më merr edukatorja telefon. Zotrit, mund të vish tu të japësh një firmë sepse goca ajo do iki me pushime. Je dakord? Po. Okej, firmën edhe unë e firmë. Kurse unë tani thot edukatorja që nuk ka dokumenta franceze, edhe pse i keti. Pse i thashon? Sepse Leofita është regjistruar në Shqipëri dhe ka regjistruar e jema vetë. Po si thashon s'kam dhënë firmë? Nuk e di tha, e jema vetë i ka bërë me nënën e vetë që ka në Shqipëri. Dhe nëna vetë është në Shqipëri për momentin. Edhe tani unë nuk e di. A regjistrohet një fëmijë pa firmën time, ku ndërkohë është me mbiemrin tim. Edhe jam babaj, edhe unë nuk kam dhënë firmën që të regjistrohet në Shqipëri, sepse unë nuk dua të vim në Shqipëri, edhe nuk kam lidhje me Shqipërinë. Unë po më do rregullohen ku kam dokumentat franceze, edhe dua të Por çfarë të pengon? Çfarë të pengon ty? Saleo, çfarë të pengon ty që vajza është regjistruar në Shqipëri? Sepse edhe nëna ka të drejtë të mbi regjistrimin e fëmijës vet. Por unë akoma nuk jam e qartë me procedurat që kanë ndodhur aty. Çfarë ka vendosur gjykata aty? Këtë nuk jam e qartë, se dokumentat nuk i kam dispozicion për t'i parë. Por ajo e ka regjistruar në Shqipëri vajzën. Çfarë pengese të sjell ty aty? Po më sjell pengesë këtu sepse unë i trem. Unë nuk kam më firë që goca im të regjistrohet në Shqipëri. Edhe i trem tani, se unë jam këtu dhe mamaja vetë e ka regjistruar në Shqipëri. E ka bërë patjetën tim. Edhe i trem me mos më marri gocën të me iki në Shqipëri. A kupton ti tani? Sepse unë s'kam dhënë firmë, si është bërë kjo gjë. Edhe patjetën tim unë bëjnë akoma. Por ajo vajzën kam frikë mos më marri gocën me ikën. E qartë, por ajo vajzën nuk mund ta nxjerrë dot nga territori francez, ta fusi në Shqipëri pa një prokurën tënde. Po, kështu jam edhe unë nuk e nxjerr dot gocën pa prokurën e saj. Bravo, edhe ti nëse do të vish në Shqipëri me vajzën, pa prokurën e nënës nuk e nxjerr dot. Bravo, edhe faleminderit për këtë informacion, sepse ajo ka vajtur prapë. Para disa ditësh që do bëhet ky gjyqi, Po. ka vajtur, më ka kallëzuar që babai i fëmisë më ka thënë do marri gocën dhe ikin në Shqipëri. Si di ikin në Shqipëri pa prokurën e nënës? Edhe unë po mundohem të rri këtu. Por jo, unë s'po kuptoj një gjë. Ju vajzën nuk e merrni dot se vajza është në një familje franceze, apo e mban një familje franceze aktualisht vajzën tuaj? Po. Por e keni menduar që mund ta humbisni gjyqin të dy, si ju dhe ish partnerja dhe ai fëmijë mund të birsohet nga ajo familje dhe mund të rritet aty për gjithmonë? E keni menduar dhe këtë gjë? Jo, sepse se kam menduar këtë gjë, se kam fakte, se si dhe me fëmijën, edhe qa sjelljesh kam me fëmijën, edhe që kam takimet me fëmijën, edhe kur u kapa këtë rrallë që isha pa dokumenta, më thamë dhe ikësh në Shqipëri se s'ke dokumenta. Pastaj gjyqi administrativ vendosi jo, pa mësyrë me këto fakte, këto prova që kapa, do ri në Francë me vajzën e tij. E kuptoj, dhe ti e pajisur me dokumenta aktualisht franceze. Po. Por gjithë problemi dhe le të themi ai meraku është që ju ende dyshoj unë, ju ende jeni në proces gjyqësor për të marrë kujdestarinë e vajzës dhe ta keni në shtëpi për ta rritur. Jeni në një proces gjyqësor, që do të thotë, në momentin që Shërbimi Social Shtetëror e ka hequr të drejtën nënës për të rritur vajzën, për shumë arsye, ju më thatë një shkak që partneri sa i ri ishte i dhunshëm dhe kjo ishte arsyeja dhe kjo është shumë e rëndë për një fëmijë që të rritet në një ambient dhune,
asaj i është hequr e drejta për sa kohë nuk di të përcaktoj se s'kam dokumenta dhe fëmia ka kaluar në jetimore fillimisht. Edhe për mua është e njëjta. Se s'dua unë dhunë, po të jemi dhunshëm asi që shtek më donojnë, nuk dua këtë. E kuptoj, Saleo, e kuptoj, por në momenti që i është hequr e drejta nënës për të arritur fëmijën, le të themi kujdestaria mbi fëmijën, shërbimi social aty të ka telefonuar ty për të dhënë të drejtën ty si baba që ti ta mbash. Ti në ato moment nuk i ke pasur kushtet e duhura për të arritur fëmijën, se më the flija në makinë. Dhe kështu fëmia ka kaluar në jetimore dhe më pas i ka kaluar një familje franceze e cila mund të ketë bërë një birësim të përkohshëm, janë disa rregulla aty. Le të themi që ajo rrini një familje, mos t'i mungoj familja, mos t'i mungoj dashuria e imazhit, figurës së një nëne dhe një babait. Ju keni të dy të drejta takimi, ju jeni prindit biologjik. Si ju dhe ish partnerja. Ju s'u amohon njëri që jeni nëna dhe babai biologjik dhe u ka lënë të drejtën e takimit për të parë edhe shërbimi social atashimin që ka vajza 9 vjeçare me nënën dhe babain. Aman jeni në proces gjyqësor ende, pra për të përfituar këtë kujdestari. Ti lufton nga ana jote për ta marrë ti si baba, nëna lufton nga ana e saj për ta marrë ajo, por do jetë gjykata në fund që do vendosi se do jesh ti si baba që do marrësh kujdestarin e rritjes së fëmijës dhe çfarë të drejtë do t'i lë nënës, apo e kundërta, do ta marrë nëna dhe ti do kesh të drejtë të takimit. Apo është dhe opsioni i tretë që unë kësaj i trëmbem, që juve s'mund t'ju jepet fare kujdestaria dhe ai fëmijë të vazhdojë të rritet në ato familje, sepse ka psikologë aty që monitorojnë gjithë situatën mes vajzës dhe babait, mes vajzës dhe nënës, edhe se si ndihet vajza në atë familje. Ajo është 9 vjeç dhe padyshim shikojnë të gjitha situatat dhe vendos gjykata. Dhe gjithë meraku im në gjithë historinë që ti po më tregon, atë që unë dyshoj, sepse të thash dhe një herë nuk kam asnjë lloj dokumenti për të parë dhe për të lexuar, frika më e madhe është që mund t'ju heqin kujdestarin. Prandaj duhet të luftosh fort për ta përfituar kujdestarinë e vajzës. Sepse denoncimi i një nëne që ti ke ushtruar dhunë, por ti më the që fitova pafajësim, policia më la të lirë, nuk u mora asnjë lloj mase ndaj teje, nuk u zhvillua asnjë seancë gjyqësore. Kjo është dokumenti francez, është një leje qendrimi. Basi të mbaroj kjo, do marrësh karsu xhurin. E qartë, ti ke një leje qendrimi aty. E kuptoj. Por aman, edhe një nën që bashkëton me një tjetër burr të dhunshëm, dhuna është e patolerueshme te fëmijët. Është e patolerueshme. Kështu që patjetër që do luftosh për këtë gjë. Por sot që flasim të dy bashkë, ti takime me vajzën ke? Shkon e takon. I bëj takimet, kam video, kam foto që goca më pull, kalon shumë mirë me mua, edhe pse ashtu, pse ne si shqiptarë kemi këtë, sinqerisht për të madhin Zot, e ti si ndjem kur e kujtoj këtë gjë, tashi i blef mistim dhe t'ja kujtoj është nuk e di, që të detyrojnë, këto thënë ke patura, i ke blef, edhe pse nuk e ka vendosur gjyqi zotërit dhe i blesh të këtë fëmijës do sjellësh kaq, unë i kam me video, me fakte, që i blef fëmijës, qa do fëmija, edhe qa ka mundësi, i qoj sa herë duar plot. Jam në fakte me gjëra. Por vajza ka dëshirë, e ka shprehur dëshirën vajza jote që të jetoj me ty? Po, e kam pyetur Lokit, a do të vish këto? Po, edhe plus, kur dola nga burgu këtë radhë, nga para burgimi, që më tham do marrë... Ti ke qenë në qeli? Ja shpjegova gotët që Lokit, ka mundësi thash që mund vish ke babi, thash. Ti mund ta rregulloj llomën tonë, se është normale të marr informacion se si e do llomën e vet fëmia ime, kupton? Edhe si e do llomën ta bëj babi, thash se si mund ta rregulloj. Ta di çfarë do fëmia im, kupton? T'ja rregulloj. Thash ti bëj një llomë shpërbazë me 7 xhuxha, ti blej atë tavolinë me laptopin e vet, edhe të vazhdoj shkollën, se këtë kam qef. Edhe kam qef se unë një ditë edhe vajza im ajo pianiste, unë mund të los violin, sepse unë kam lozur pak violin, kupton, edhe pse mos na një baba që e qartë, një baba që ëndrat e veta si ka realizuar gjithnjë i kërkon te fëmia ti realizoj. Jo vetëm babai, por edhe nëna, është e kuptueshme kjo gjë. Por ti ke qenë në burg, pra ti pas ke bër burg.
Jo, ishte tip para burgimi. Që qëndrove tetor. Që isha pa letra, edhe më thanë që e pa letra, edhe ty xhamanderia tani për të keq sepse vajza ai nusja im ka bërë një denancim për të tha që kështu. Edhe pastaj ku e tua ku bë, tha më falë, është bërë një gabim, dosja nuk është fshirë, po ti do dalësh nga këtu dhe më dhanë letra. E qartë, e kuptova. Por do të pa fajshëm këtë pjesë. E kuptova. I dashur Saleo, ti sot kontakte me nënën e vajzës ke apo i ke zero, nuk flet fare? Jo, i tham zero fare, zero. Edhe nuk e di ku ja kam thënë nuk të që do marrë gocën dhe i kënë Shqipëri. Kur teknologjia sot 2025 është, unë po të tua e gjej po të do e gjenë qa kam grënë para 2 javë shumë, qa kam grënë e gjenë. është një lloj teknologjie. Ajo këtë denoncim kur e ka bërë? Kur e ka bërë këtë denoncim ish partnerja juaj që ti do marrësh vajzën dhe do ikësh në Shqipëri? Para sa kohësh? Nuk e di të premten, këtë të premte që kaloj tani, ma merr asistenca im në telefon, më thot se Leo është një takim tha urgjentisht me ty, tha. Po e tha shkoj atje. Po fal tha sepse kemi marrë një lajm tha ti do të ikësh në Shqipëri me gocën tënde. Mari thash, ti ke kaq kohë se Mari quhet ajo asistenca im. Ti ke kaq kohë thash unë që më njeh, thash jam tu, edhe për çfarë po luftoj thash. Po prandaj tha dua ta dëgjoj nga goja jote se unë thash, tha, nuk është sa Leo ai që një fund tha. Edhe ti nuk do të ikësh në Shqipëri, tha. Po i thashëm. Po ish nusja jote tha i ka thënë edukatorës atje, tha që ti do të ikësh në Shqipëri me gocën. Jo, i thash Mari, nuk dua të ikë dhe ti e di më së miri këtë gjë. Po e kuptoj, tha shumë mirë, po pse ajo duhet ta thotë? Nuk e di, jeni shtet zgjidheni pra. Unë nuk dua të ikë në Shqipëri. A ka më fakt, të shkoj në shtetin francez, nuk kushtohet pa pasaport. Apo? Po. Merrni pasaportën tim, bllokovani pra. Çfarë bëjmë më tepër? Si mund të mbush ju më? A e kupton? I dashur Saleo, nëse ish partnerja juaj, ti ke shumë kohë që nuk ke më kontakte me të, më thej kam zero kontaktet, të premten e kaluar ajo të pas ka bërë një denoncim të shërbimi social ku të ka akuzuar se ti mund të largohesh drejt Shqipërisë me vajzën, nëse ajo do të dëgjonte, do doje ti përcjellje një mesazh ish partneres tënde, nënës së vajzës? Të lutem, ajo fëmija është edhe imja, edhe jotja. Ti e dim në. Sepse më ka thënë dhe disa gjëra të tjera që unë s'mund t'i them dot, po them qa ka nikur jellë poshtë të bëhet më e mira, jo më e keqja, të bëhet më e mira. Edhe kam qef t'i them të që, në qoftë se mundet, asgjë s'është e pamundur, në qoftë se mundet. Po. Se sa herë të doja i të flasë me babaj, as t'ja ndaloj. Edhe sa herë i flasi vajzës vetë për mirë, t'japi një edukat, sepse nuk vjen më, ajo morë që është Leokita, shqip në ikëm, nuk kthehemi më, edhe Leokita kështu vazhdon dhe i do rritet, edhe nuk kthehet më, edhe po su bë tani nuk bë, edhe i them që të vazhdoj shkollën, të vazhdoj ëndrat e veta kështu si ka qefa, se thot kam qef të bëhem mësuese, unë i them të bësh mësues, të keqen babi, nuk duhet të rrafësh po mirë, dhe të flasësh mirë, ose ke diçka në dorë, shpërndaje me atë, kupton se jam baba. E qartë, e kuptoj dashurinë tënde për gocën. Saleo, ajo që po kuptoj unë është që ti po i kërkon një dialog, le të themi një komunikim ish partneres për hir të vajzës. Për të mirën e vajzës ti kërkon një komunikim me ta. Më fal pak. Për aq kohë sa kemi folur bashkë. Kam kërcënuar, e pa ndonjë lloj kërcënimi këtu? Por gjithsesi unë nuk pretendoj që një person të dalin në një live dhe të kërcënoj haptazi. Këtë gjë askush nuk e bën. Unë dua të besoj që ti je një baba shëmbullor, por nuk mendoj që ti live mund të kërcënosh gruan. Këtë se mendoj, vetëm një i marr nga mend e kokës mund ta bënte. Po, si live, ti në jetë reale i marr quhet ai që kërcënon. E qartë. Ti kërkon një ndërmjetësim me ish gruan për hir të vajzës. Po, unë këtë të drejtu, ajo thot më kërcënon. Kërcënim është kjo që o zonjë, bëj këto rregulla. Në qoftë se s'do, s'do të ri nuk tuo, mirë pafshim,
Edhe kaq, po jo më kërcënon, se është kërcënim. E qartë. Ai vazhdimisht ka akuzuar se ti e kërcënon, ndërkohë ti deklaron që nuk asnjë lloj kërcënimi si ke bërë asaj grue dhe mbi të gjitha ajo kur të ka denoncuar policia të ka lënë të lirë, të ka shpallur të pafajshëm dhe ti vazhdon edhe përpos shumë gjërave jo fort të mira që ajo të ka bërë në jetë, ti kërkon të kesh një dialog, të kesh një komunikim me të për hir të vajzës, që vajza të rritet edhe me nënën dhe me babain. Edhe o tita, ta them pra, Po. është dhe familjen le ta dëgjoj. Pra ajo ka thënë dhe këtë fjalë, po unë s'ja marr për bas. S'ja marr për bas, jam njëri që e kuptoj, logjikoj. E mund ta ketë thënë nga nervat e sipër, por dikur po e pranoj. U largua nga unë e merja në telefon. E bezdisja qaja, të lutem më nxjerr pa gocën. Kupton? Po. Edhe një moment e ngriti telefonin dhe lutem ka mund që mos ti bish me këtë numër ta se fëmia nuk është jote. Ta betëm unë e di kujt është po, sa më fiko. Po prapë unë s'ja vura po një baba e di si prehet me këtë. Qartë, nuk është e lehtë të dëgjosh nga ish partnerja të thojë një Nuk s'ja vura për baza si gjë, okej. Edhe eci me këtë mendim. Përgjeri sa unë e ti jemi në këtë botë, në këtë jetë, ka një zot lartë, edhe e shef, edhe do të arrisi punë me këtë drejtësia. Pse të them? Ndërkohë që më trafovi mua këtu dhe do të më puste në burg, ti në Shqipëri mund ta zgjidhësh shumë qartë këtë gjë. Vllavi asaj i ndodhi njëti problem me nusën e vet. E vllaja asaj i vajti me armë atje në Shqipëri. Ke njerëz të nusës vet. Ka kërcënuar dhe muaj nga Shqipëria. Po edhe në Shqipëri dva. I keni, shko dosja atje ti shofi ku ka dalë nga burgu çka ka bërë. Se motra im thotë ç'to duhet ty me atë. Pa im ka kërcënuar mua i majmunin. Edhe ta shofit policia dosja. E këto janë të rënda, mos kaloni në këto ekstreme. Nuk duhet kaloni. Policia shqiptare për Saleo, i dashur Saleo, nuk duhet kaloni në këto ekstreme. Në jetë ne përballemi me tradhti, me ndarje, me divorc, me shumë dashuri nga ana tjetër, por që s'duhet të kalojmë limite dhe të kalojmë në ekstreme. Jeta vazhdon për këdo. Nëse ajo s'të ka dashur më, donte një tjetër person, vazhdon jetën e saj, ti vazhdon jetën tënde. Përpose të prek, të shkatron jetën, nuk është e lehtë divorci, por gjithsesi njeriu gjen forca për të ecur përpara. I dashur Saleo, ti nuk e ke ndarë mendjen që s'do të kthehesh më në Shqipëri? Jo, në Shqipëri nuk dua të kthehem më, për arsye sepse dhe s'kam njëri në Shqipëri, po dhe nuk dua të kthehem më në Shqipëri sepse unë kam krijuar bazat e mia këtu, po krijoj familjet e mia këtu, dhe kam mësuar shumë nga shteti francez, me ligjet, me çdo gjë. Jam shumë i sigurt në këtë vend me problemet që kam, edhe më pëlqen shumë për drejtësinë që ka. Ndihesh mirë. Ndihesh i sigurt në Francë? Drejtësinë që ka Franca nuk e ka në asnjë vend bota, sepse për ato që ka shpikur ajo gocën dhe isha në burg kështu. E kupton dhe ti isha në burg. Ti ndihesh i sigurt aty dhe i pasigurt në Shqipëri, por pse në Shqipëri ndihesh i pasigurt? Më fal? Pse në Shqipëri ndihesh i pasigurt? Kam problemet e mia dhe plus kam disa probleme në Shqipëri, dhe nuk kam qef të vinë në Shqipëri edhe nuk, plus edhe në Francë kam qef njerëzit e ish nusës tim, jo që s'më kanë arat, po kam disa probleme tjera. Po për njerëz të nusës tim është shteti francez tu, jam shumë i sigurt tu, i kam faktet, kam provat, jam shumë mirë. Nuk do të pyes për problemet në Shqipëri, por uroj që të jenë probleme pazarar dhe mos keni hyrë në hasmërira siç ndodh rëndom në vendin tonë. Jo, hasmëri zonja Odeta nuk kam, po në Shqipëri frika ime është kjo që edhe ti e di e them edhe hapu në Shqipëri nuk ka drejtësi. Edhe ato njerëz, po të shkojnë të m'akuzojnë dhe Shqipëri për këto gjëra, unë shkoj në burg. E kupton? Edhe ato njerëz nuk më lënë rahat, edhe nëna e saj vajzësh është në Shqipëri. Edhe nga Shqipëria mori telefon asistencën këtu. Edhe me nder muhabetit i tha kjo asistenca i tha një nesër, që zonjë, zotëria është në Francë, e për këtë punë merremi ne këtu, sa. Ja fiku asaj Shqipëri. I dashur Saleo, mua më erdhi shumë keq që ditën e sotme dëgjova historinë tënde, më vjen keq që je ndar nga vajza, lufto deri në fund për të fituar kujdestarinë e vajzës dhe
ajo të rritet me ty, sepse ka nevojë për dashurinë tënde, edhe ti ke nevojë ta rrisësh dhe mos ta humbasësh atë fëmijë. Uroj më të mirat. Po patjetër, dhe mua më vjen mirë që dëgjoj një baba shqiptar që edhe pse e ka tradhtuar me shokun, mikun më të mirë, e ka denoncuar në polici, vazhdon e të thojë që vajzën nuk dua ta ndaj nga nëna dhe më vjen mirë që e rrit vajzën me këtë dashuri, që ti je babai dhe ajo është nëna. Uroj që vajza juaj 9-vjeçare të rritet me dashurinë edhe nga ana juaj dhe nga ana e vajzës. I dashur Saleo, të përshëndes nga Tirana dhe do mbetemi në kontakt. Dhe forca, mos u dorëzo. Mirupafshim. Mirë të dashur miq, ne kemi ardhur në fund edhe për këtë live. Unë ju falenderoj që ndruat me mua deri në fund të kësaj video. Urojmë dhe shpresojmë që vajza 9-vjeçare e lindur në shtetin francez, kjo shqiptare vogël, të jetoj edhe me nënën dhe me babain, mos të humbasi dashurinë e tyre, sepse dëgjuam historinë e Saleo Myrtelit, i cili sot po lufton me drejtësinë aty në Francë për të përfituar kujdestarinë e vajzës së tij dhe i urojmë më të mirat. Nëse dhe ju keni një histori për denoncuar dhe kërkoni që të jeni pjesë këtu në live me Odetën, mos hezitoni që të më shkruani në numrin tim të telefonit 069 9955 698 që ndodhet poshtë ekranit tuaj, por mund të më dërgoni mesazhe edhe në rrjetet e mia sociale, në Instagram dhe në Facebook me emrin Odeta Dume Mandro. Dhe këto janë faqet e mia zyrtare. Ndërsa këtu lart tek fotoja ime mund të klikoni dhe të abonoheni, të bëheni pjesë e kanalit tim në YouTube, ku çdo paradite jam live me ju me këto histori që vijnë nga diaspora, nga shqiptarët të cilët kanë vendosur të largohen nga vendlindja e tyre, të jetojnë në vende të ndryshme, jo vetëm në Bashkimit Evropian, jo vetëm brenda Europës, por edhe përtej Europës në kontinente të tjera dhe problemet kërkojnë t'i ndajnë ndonjëherë me mediat apo rrjetet sociale këtu në Shqipëri. Unë ju falenderoj që më shkruani, ju falenderoj që më mbështesni, ju falenderoj që më besoni dhe dua t'ju them që të takojmë nesër sërish bashkë me një tjetër histori. Mos harroni live ora 10 këtu në YouTube. Mirupafshim.